çfarë ndodh me Ballukun? Pezullohet. Zonja Balluku është e pezulluar. Balluku, po edhe sot kur shkoj në SPAK, nuk shkoj me makinën e Ministrisë Infrastrukturës, shkoj me makinë personale. Nuk e kam as eskortimi nga garda për shkak të funksionit. Ndodh në ministri? Normalisht nuk duhet hy. Nuk mund ta prezumoj që s'fut, që nuk ka shanse të fut, duke qenë se është deputet dhe mund të ketë akses, dhe deputeti ka akses në institucionet publike për të bërë takime, për të marrë informacione. Ty dhe në kryeministrie me pezullume ishte, ai shkoi shtator me Ramën. Aty besoj kanë hartuar pa dim për kushtetuese. Aneli shtator me Ramën në zyrë. Pse s'hy kanë ministria? Nuk e di se ka qenë Ramën zyrë shtatorës. Dim që ishte godinë e Këshillit të Ministrave. Po mirë, pra, nuk e di, mund të kenë edhe ke kopshti Edenit, po prapë e Këshillit të Ministrave është. Andeti aty shtator, pse s'hy ka edhe ke ministria? Besoj se po. Është pas konfirmimit masës sigurisë nga QKK-ja, nuk besoj se zonja Balluku duhet mbajtur në monitoring për zbatimin e masës. Do shkoj të rëndoj pozitët e veta përballë drejtësisë, që pastaj drejtësia të kërkojë ashpërsi mase, që mund të shkojë deri në arrest shtëpie apo çështje të tjera që mund të shënojnë. S'ka shumë nevojë të shkojë Belinda në institucion, se vjen institucioni. Tani, po në rast të se pranohet ankimimi i Ramës? Çfarë ndodh? Një goditje shumë e fortë për SPAK-un, besoj. Po çfarë ndodh në atë moment? Ajo rikthehet vazhdon në detyrë dhe SPAK-u do marrë goditje shumë të fortë dhe do jetë mund të themi. Jo, do marrë goditje sistemin tërsi. Sistemi drejtësisë, sepse do matet 3-4 herë përpara se të marrë. Shkatërrohet komplet sistemi check and balance. Kontrolli dhe balanca e pushtetit, këtë që duhet të them. Domethënë, ne shteti së drejtës funksionon mbi bazën e kontrollit dhe balancës pushtetit. Pra 3 pushtetet nuk janë të pavarura totalisht nga njëra tjetër, prandaj parlamenti kontrollon qeverinë, prandaj ne mund të çojmë në gjykatë kushtetuese ligje të cilat mendojmë që janë në kundërshtim me kushtetutën, dhe ky është rasti fakti që drejtësia mund të pezullojë një antar të sipas kodit procedurës penale, një antar të qeverisë për sa kohë është e pandehur dhe është rreziku eminent për prishjen e provave apo intimidim të dëshmitarëve, dhe nuk ka ndërhyrje të sistemit gjyqësor në sistemin ekzekutiv. Përkundrazi është në parimin e check and balance. Sfida e gjykatës kushtetuese është nëse do rinë në integritetin e saj dhe në analizën e saj, por edhe në rastin e precedentit të dhënë pak muaj më parë për rastin Berisha. Mendoj që ajo që është e pritshme në qoftë se gjykata jep të drejtë kryeministrit është përveç se sistemi i drejtësisë do marrë një goditje që do ta ketë shumë të vështirë që ta marrë veten, përveç se mendoj një hetim edhe më të fortë, apo në qoftë se ajo çështja që ka ngritur kundër Ballukut arrin të jetë një çështje e fortë që do përfundojë në dënimin e saj. Po përveç kësaj mendoj që do vojë në lëvizje edhe atë komision e famshëm antikorrupsion që faktikisht është thjesht mënyra që qeveria ka menduar se si t'i heq dhëmbët SPAK-ut, pra se si t'ja heq pak kompetenca, se si ta kufizoj, sepse e rrezikon normalisht. Unë mendoj që do marrin shumë zemër në qoftë se kam skepticizmin tim në pavarësinë e gjykatës kushtetuese për vetë precedentet që ajo ka dhënë, duke dhënë vendime pa vendime. Rasti Veliajt ishte shumë flagrant dhe kishte një precedent. Kishte një precedent të një kryetari tjerë të bashkia, por rastet të tjera ka qenë vendime pa vendime. Dhe dyshimi im që ajo gjykatë kushtetuese mund të kontrollohet nga zoti Rama është eminent. Dhe mund të them që për mua vjen në logjikën që është vetëm një fitim kohe dhe tregimi për Belindën që nuk e ke nga mua këtë goditje, por e ke nga një sistem drejtësie e tjerë me radhë. Pra është më shumë për t'i treguar dhe vërtetuar zonjës Balluku, një shpajsim nga ana e Ramës. Se kontrolluar nuk mendoj se kemi aq dhëna sa ta arrijmë në atë përfundim. A është ndikuar në momentet caktuar? Mendoj se po, se do duhet që të kishim një gjyqësor që ishte shumë i fortë përballë ekzekutivit, që ishte totalisht e pandikuar, që do të thotë që këto negociojnë me njëra tjetrën. Kur pritet që të marrë vendimin të mblidhet gjykata kushtetuese, se është dhe kjo çështja e afatit që e lë pending gjithë situatën, pra varur? Të varet nga relatorit çështje, i cili do ta kalojë në kolegjin e gjykatës. Kolegji i gjykatës do vendosë nëse pranohet padija apo jo, prandaj bëra pyetje më përpara, dhe nëse pranohet padija caktohet data. Dhe nëse ecim me një afat shpejt siç ndodhi me dekretin e zotit Begë, presidenti Tiranë, mund të themi që brenda një muaj, 45 ditësh mund të kemi një vendim të gjykatës kushtetuese. Edhe gjykata nuk mund të lë punët që ka në dorë dhe të hyjë një padije tjetër
që ka ardhur, më themi, me kërkesë nga ana e Këshillit të Ndërkohë, çfarë ndos tani me postin e zëvendës? Po gjithsesi, nëse mund të shtoj vetëm diçka të fundit. Sa mbledhi qeverin. Fakto kishte zonja Balluku kryeministe për sa kohë 80% e VKM-ve firmoseshin prej saj. Nëse mund të shtoj diçka të fundit për procesin gjyqësor, ka dhe një problem tjetër. Gjykata kushtetuese është me 8 anëtar. Dhe shansi që gjykata të ndahet me vota është gjë e madhe, 4-4. Se ndahet 4-4 nuk ka vendimarrje nga ana e gjykatës. Si në shumë raste që kanë qenë vendime pa vendime. Bie padia e Këshillit të Ministrave dhe mbetet fuqi vendimi i GKK-s. Do ishte më thjeshtë. Është në fuqi vendimi i GKK-s. Dgjoj, për gjykatën kushtetuese do ishte më thjeshtë. Sigurisht ato gjyqtarë që janë aty unë mendoj që SPAK-u sot ka sfidë që të thrasi kryeministrin Rama në SPAK. Kjo është sfida, pra të shkoj te kryeministri Rama, se përsa nuk shkon te kryeministri, pra çdo lloj personi tjetër është i zëvendësueshëm, nuk e ka problem kryeministri Rama, për absolutisht asnjë. Problemi është që nuk ka shkuar te kryeministri Rama, të cilët në analizë shumë thjesht është ai që ka urdhëruar çdo gjë, as për çështjen me Gonigal nuk ka lëvizur fare, as për incinerator nuk thirret, as për edhe për 21 janarin se është organizator, ai duhet thirret i parë, nuk thritet kryeministri Rama. Të sëmajtës kanë dalë dhe kanë sulmuar, le të themi, SPAK-un, duke thënë që po krijohet një republik prokurorësh gjykatësh. A tregon në një farë mënyrë që ka frikë, e thënë ndryshe? Jo, nuk e mendoj këtë. Është thjesht fakti që ai mund të shesi këdo përveç faktit që ai duhet jetë i paprekshëm. Pra mund të preket kushdo përveç se Edi Ramës. Dhe fakti që ta kanë shtuar zëra që flasin për prezumimin pafajësisë, flasin për procesin e rregullt ligjore etj. Me radhë është për të justifikuar goditjen që kanë marrë njerëzit e tyre me urdhër të Edi Ramës. Pra këto janë me urdhër të Edi Ramës, më thoni. Desha shtoj diçka domoshta. Çfarë përfiton ai nga këtu? Se tani duhet hym në analizë politike. Sepse zullumi është aq i madh. Jo, po çfarë përfiton ai personalisht? Pa prekshmërinë e vet, patjetër. Përkundrazi ai është më i prekshëm se kurrë. Ku e ke parë një herë që të shkoj të deponoj për çështjen me Gonigal incinerator? Është ekspozuar në publik mënyra se si ai operon, se si kanë operuar ortakët e vet. Ai ende i paprekshëm. Bashkëpunëtorët dhe ortakët e vet ekonomik i ketë që të gjithë aty në dosje. Po, ai nuk është janë të ekspozuar. Ai është informacion që në duart e një kundërshtari politik i cili mund vi nesër, sepse nuk është se mund ta ai është informacion i artë, është armë. Edi Rama ta ekspozoi veten në mënyrë të tillë, zullumi është aq i madh sa është i pa evitueshëm që të shkoj dhe mund të lëshoj këdo nga bashkëpunëtorët. Se duhet ta lëshoj me se sa e kontrollon. Po mandatin e 4 qeverisë funksionin shumë i madh. Çështjet pa duke lëshuar ai siguron paprekshmërinë. Po. Fal bisedë. Tash desha shtoj diçka për atë çështjen e gjykatës kushtetuese. Pra, domethënë, un kam shumë frikë në fakt. Unë se gjykata kushtetuese mund të marrë një vendim. Kundër SPAK? Po, kundër SPAK-ut. Sepse në qoftë se merr vendimin për t'i dhënë drejt SPAK-un të rast dhe drejtësisë, atëherë domethënë nesër rradha do vika Rama. Dhe Rama do përdorë çdo gur, do për ta ndaluar këtë. Pra, asaj gjykata kushtetuese, në qoftë se kanë ngel pak cip, se Rama si ka plasur, ati s'kemi që i kërkojnë, duhet t'japi vendim si që është për dhënë, si që parashikon kushtetutës. Pra e ka fare thjesht. Madje për mendimin tim, ore nuk duhet ta marrë fare në shqyrtim, duhet ta rrezoj kërkesën. Ore e ken kushtetutë. Gjykata thot, mund të pezulloj nga detyra të emëruarit e ekzekutiv. Të emëruarit. Ka procedurë tjetër pastaj për ata që janë zgjedhur me votë direkte. Se kanë një lloj imuniteti. Unë se di domethënë çfarë ka domethënë për gjykata kushtetuese. SPAK-u, GKK-ja ka dhënë vendim. Kjo duhet shkarkohet nga detyra. Detyrë kjo është e emëruar. Rrëzimi i Shërbej dhe Ramës, se justifikon edhe gjithë nuk më sepse kësa i thonë domethënë si ta japim ujin, të nxehtë apo të ftohtë. Problemi është nuk justifikohet fare ndaj Belindës ai. E di shumë mirë domethënë që mas Belindës është vetë.
Është e pashmangshme që do shkojtë ai ky zullum. Kjo që do shkoj zullumi ke Edi Rama. Duhet kishte shkuar. Jo, duhet kishte shkuar me kohë. Jo, më jo, ai po generatorë dhe të shumë vjedhje duhet kishte shkuar me kohë. Jam për atë, domethënë, që ai domethënë kërkon dashjesë, ai pa e mbron Belinda Ballukun. Ai pa e mbron Belinda Ballukun dhe për gjëra tjera. Belinda Balluku është vënë aty nga krimi organizuar, mbajnë penge, ka shumë gjëna Edi Rama në emrin e Belinda Ballukut. Dhe di shumë mirë, domethënë që nuk mund ta shes ashtu. Por, e rëndësishmja është kjo. Ai i druhet një vendimit gjykatës kushtetuese për shkak se në tunela Llogaras nuk ka ku shkon pa shkuar ke ai, nuk ka derman. Qofse pastaj gjykata kushtetuese rrezon kërkesën e SPAK-ut, atëherë domethënë SPAK-u duhet ngrehet duart të japi dhe ai GKK-ja të japi dhe pafajësinë Belinda Ballukut. E ta këtë detyrë. Nuk ka pse dorëzohet të GKK-ja. Jo, dorëzohet një e pandehur, zëvendës kryeministër, sa është dhe e turpshme, që rrin detyrë atëherë unë për çfarë do ta hetoj? A është rreziku pastaj prishjes së prova për pra të gjithë argumentat që GKK dha kur kërkoi pezullimin nga detyra pra, se ka një logjikë. Nuk është vetëm prishja prova, është dhe e turpshme për i shtet. Një njeri pandehur rri zëvendës kryeministër është masakër. Si mund ta bësh hetimin, sepse o pastaj nuk ka qenë i drejt vendimi që ka marrë GKK-ja ose kërko ashpërsi masë, drejtohu kuvendit kërko istolimin. O më falë, kuvendit, më thënë, a i për i drejtohet gjykatës kushtetuese për i drejt që e ka gjykata, imagjino atë që ka në dorë ai. Do shta kjo mund t'jedhe një arsye pse nuk është kërkuar, se tani jemi në mandatin e 4 të Ramës, ka edhe sa mandate më tepër, shohim pak edhe pjesën tjetër, kemi dhe imunitetin.